Me uljen e temperaturave, dimërimi i bletëve mbetet një proces tepër i rëndësishëm për mbijetesën e kolonive. Gjatë kësaj periudhe, bletarët duhet të ndjekin disa rregulla bazë për të mbrojtur bletët nga i ftohti dhe sëmundjet. Një nga këshillat kryesore është që në temperatura të ulta, kosheret të mos hapen për kontroll ushqimi, pasi ndërhyrjet e panevojshme prishin mikroklimën e brendshme dhe dobësojnë koloninë. Sipas specialistëve, kontrolli i gjendjes së kolonive duhet të kryhet vetëm për temperaturat që kalojnë mbi 13 gradë Celsius. Me të hapur koha dhe me temperatura mbi 13 gradë Celsius duhet të kontrollojmë gjendjen e ushqimit të kolonive, shprehen ata. Ndryshimet klimatike kanë sjellë problematika pasi bletët mund të kenë konsumuar ushqim, ndërsa infeksionet mund të çojnë në humbje të kolonive nga mungesa e saj, shpreh bletërit si Musaku. Ai thekson gjithashtu që po aq e rëndësishme është që bletët të futen në dimër të mjekuara si një parakusht për një dimërim të suksesshëm. Në Bashkinë e Lushnjës, vitet e fundit nuk janë shënuar humbje të mëdha të kolonive të bletëve, falë ndërgjegjësimit të bletarëve, të cilët kanë kryer në kohë trajtimin dhe kurimin e tyre. Humbjet janë të vogla nga pakujdesia, por nuk kanë ndikuar ndjeshëm. Bletarët e Myzeqes janë më të zhvilluar në këtë aspekt dhe ashtu si humbasin kolonit, arrin të rikuperojnë brenda sezonit, pa krijuar mungesa për vitin pasardhës. Specialistët e bletarisë apelojnë që këto praktika të vijojnë të zbatohen pasi kujdesi i duhur gjatë dimrit ndihmon në ruajtjen e kolonive dhe garanton një sezon më të mirë prodhimi në pranverë.